Në Greqi mbahen sot zgjedhjet e përkohshme parlamentare, ndërkohë që vendi ndodhet në një krizë të thellë ekonomike me borxhe të mëdha financiare dhe me një shkallë të lartë papunësie. Situata politike në vendin fqin po ndiqet me vëmendje në opinionin shqiptar, jo vetëm prej numrit të lartë të emigrantëve që punojnë dhe jetojnë në Greqinë fqinje, por dhe prej ndikimeve që do të kishte thellimi i krizës greke në raportet ekonomike greko-shqiptare dhe sidomos në kthimin e emigrantëve në Shqipëri. Kohëve të fundit është vënë re një rritje e kthimit të disa qindra familjeve shqiptare nga Greqia fqinje. Vëzhguesit vlerësojnë se nëse zgjedhjet greke do të provojnë një paqëndrueshmëri politike në Greqi, atëherë gjatë verës dhe vjeshtës, kthimi i emigrantëve shqiptarë do të parashikohej më i lartë. Kjo lidhet me shumë familje shqiptare dhe me përfundimin e ciklit mësimor nga fëmijët e tyre. Në komunitetin e emigrantëve shqiptarë që përbëjnë dhe numrin më të madh të huajve në Greqi, vetëm një masë shumë e vogël që ka marrë dy shtetësinë mund të votojnë. Ndërkohë në zgjedhjet greke konkurrojnë për partitë politike dhe disa kandidatë emigrantë shqiptarë, kryesisht pjesëtarë të pakicës greke në Shqipëri. Partia më e favorizuar në këto zgjedhje sipas analizave politike është Demokracia e Re, Antoni Samara, ndërkohë që socialistët e majt pritet të renditen të dytët. Analistët vlerësojnë se do të jetë shumë e vështirë për secilin nga dy partitë e mëdha që kanë dominuar viteve të fundit jetën politike në Greqi të arrijë shumicën ndërmuese për të krijuar qeverinë e re. Analistët kanë shprehur gjithashtu shqetësimin se mosbesimi ndaj partive të mëdha mund të japë zëm më të fortë në parlamentin grek partive të vogla, përfshirë ato me qëndrime ekstreme si ndaj krizës dhe borxhit greke dhe ndaj emigrantëve të huaj. Pritet që mbrëmjen e sotme të dalin rezultatet e parazgjedhore, pasi Greqia prej vitesh ka një sistem modern zgjedhor që mbulohet intensivisht nga transmetimet të drejtpërdrejta të mjeteve të informimit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kolla.